Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Premtimet e rreme që në fund më lam pa asgjë. Isha 26 vjeçe kur mendova se po merrja një shans për të ndryshuar krejt jetën time. Nuk ishte një vendim i marrë nga dëshira për luks, por ishte nga lodhja. Punoja prej vitesh pa pushim, me paga që mezi mbulonin qëran dhe shpenzimet bazë. Çdo muaj mbaronte njësoj, pa kursime, pa perspektivë, e ndjeja veten të ngecur. Shoqet e mia filluan të flisnin për udhëtime jashtë shtetit, jo për punë klasike, por për mundësi. Fjalë të mjegullta, por gjithmonë të shoqëruara me foto luksoze, hotele, pishina, restorante të shtrenjta. Vetëm disa ditë më thoshnin, do të kthehesh me para që këtu i fiton për vite me radhë. Në fillim isha shumë skeptike. Pyeta, kërkova sqarime, përgjigjet ishin gjithmonë të paqarta, por të sigurta në ton. Mos u shqetëso, çdo gjë është e organizuar. Nuk je e detyruar për asgjë që nuk do ta bësh. Janë njerëz serioz. Sot e kuptoj sa e rrezikshme është fjalia serioz kur përdoret pa prova. Vendosa të shkoj, jo sepse isha e bindur, por sepse isha e dëshpëruar. U përgatita në heshtje, nuk i thash familjes të vërtetën, u thash se po shkoja për punë të përkohshme. Edhe veten time gjithashtu e gënjeva. Kur mbërita, gjithçka ishte madhështore, aeroporti, rrugët, dritat, por që në orët e para ndjeva se kontrolli nuk ishte në duart e mia. Më morën dokumentet për procedura, më çuan në një hotel luksoz dhe më thanë të prisja se do më njoftonin. Ditët e para kaluan në pritje, nuk më lejoi të dilja vetëm, çdo gjë ishte organizuar nga të tjerët, fillova të ndjeja ankth. Kur pyeta për parat, më thanë se gjithçka do të sqarojë në fund. Mos u streso. Me kalimin e ditëve, kuptova se pritja kishte një çmim të madh. Presioni ishte i heshtur, por i vazhdueshëm. Nuk kishte kërcënime të drejtë për drejta, por kishte nënkuptime, shikime, fraza që të bënin të ndiheshe pa zgjedhje. U ndjeva izoluar larg gjithçkaje që njihja, pa mbështetje. Nuk dua të hyj tani në detajet e asaj që u kërkua prej meje, mjafton të them se nuk ishte ajo që më ishte premtuar. As respekt, as siguri, as marrëveshje e qartë, ishte shfrytëzim i maskuar me luks. Çdo ditë u mbisja pak nga vetja. Kur mendova se gjithçka kishte mbaruar, erdhi goditja e fundit. Paratë që më ishin premtuar nuk ekzistonin. Nuk ka marrëveshje të shkruar, më thanë, ke keq kuptuar gjithçka. Brenda pak orësh u gjeta jashtë hotelit, pa mbështetje, pa shpjegime, me një valixhe dhe asnjë gjë tjetër. Aty u thye diçka brenda meje. Nuk qava me njëherë, ula dhe qëndrova gjatë pa lëvizur. Trupi ishte më i fortë se frika. Mendoja për familjen time, për veten time para këtij udhëtimi, për mënyrën se si isha mashtruar. Pas disa ditësh të vështira, arrita të kthehem në shtëpi me ndihmën e një personi që nuk më njihte, por më trajtoi si njëri se i erdhi keq. Kthimi nuk ishte çlirim, ishte përballje me pasojat, me pyetjet dhe me heshtjen. Muajt që pasuan ishin të errët. Nuk flisja shumë, shmangja njerëzit, ndihesha fajtore për diçka që racionalisht e dija se nuk ishte faji im. Fillova terapi, për herë të parë mësova të quaj gjërat me emrin e tyre, mashtrim, shfrytëzim, manipulim. Sot jam 29 vjeçe, nuk jam e pasur, nuk jam e pandryshuar, por jam me vetdije. Kam ndërtuar jetën time ngadalë, me punë të ndershme, kam mësuar të mos i besoj më premtimeve që tingëllojnë shumë mirë për të qenë të vërteta. Kjo histori përfundon jo me sukses, por me mbijetesë. Dhe ndonjëherë, mbijetesa është fitoria më e madhe që mund të kesh.